Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i kërkoi Iranit të premten të arrijë një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor, duke thënë se ende ka kohë që vendi të parandalojë konflikte të mëtejshme me Izraelin. Janë shënuar vdekje dhe shkatrime të mëdha, por ende ka kohë që kjo masakër, me sulmet e ardhshme të planifikuara tashmë që do të jenë edhe më brutale, të marrë fund, tha Trump në një postim në Truth Social. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se ishte thelbësore që aleatët e Izraelit të punonin për të ulur tensionet. Mendoj se tani është thelbësore që shumë aleatë, përfshirë Shtetet e Bashkuara, të punojnë ndërsa flasim për të ulur tensionet. E di që ata po e bëjnë këtë dhe ky është tashmë rendi i parë i ditës, u tha Rutte gazetarëve në një konferencë për shtyp në Stockholm. Ky ishte një veprim i njëanshëm nga Izraeli, tha Rutte, ndërsa vuri në dukje se ishte padyshim një situatë që evoluonte me shpejtësi. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Shtetet e Bashkuara nuk janë përfshirë në sulmet kundër Iranit dhe se përparësia jonë kryesore është mbrojtja e forcave amerikane në rajon, tha Rubio në një deklaratë të lëshuar nga Shtëpia e Bardhë. Ankaraja dënoi ashpër sulmin e Izraelit, duke e quajtur atë një shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe një provokim të pamatur. Sulmi ajror tregon se Izraeli nuk dëshiron që çështjet të zgjidhen me mjete diplomatike, tha Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë në një deklaratë. Pekini tha se Kina po ndjek nga afër zhvillimet dhe u bëri thirrje të gjitha aktorëve të shmangin hapat që mund të nxisin krizën. Shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, u bëri thirrje të gjitha palëve të ushtrojnë përmbajtje.